qeverinë e Kosovës. Për që duhet të ketë konstituent të kuvendet dije tashmë, zonja Krasniqi, por kjo së bë realitet tash e disa muaj. Por a mund të ketë një bashkëpunim eventual mes nismës social-demokrate dhe vetëvendosjes në veçanti pas zgjedhjes së kryeparlamentarit Dimal Bashës? Dëgjoj, kur them që duhet të ketë konstituim të kuvendit, unë kam parasysh shumë situata dhe ju të gjithë e dini që ndrimin tonë pas zgjedhjes së kryeparlamentarit të kuvendit, ne kemi thënë që pas gjithë atyre skandaleve që i ka ai, për të mos u dëmtuar imazhi i Kosovës e për të mos u lënduar historia jonë, ne kemi kërkuar që të paktën ai të kërkoj falje dhe bashkë me kërkim faljen t'jap edhe dorëheqje. Dhe normalisht që janë disa, si të them, kërkesa tona që janë shumë në favor të gjendjes apo të stabilitetit për të krijuar në Kosovë dhe unë konsideroj që lëvizja vetëvendosje do duhet reflektojnë këtë pjesë, por megjithatë po them prapë që mbetet me u pase si apo cili do t'jetë qëndrimi i tyre. Pra, vetëvendosja nëse do koalicion me nismën social-demokrate nuk mund të bëhet me Dimal Bashën kryeparlamentar. Kështu i bie apo jo? Asnjëherë. Në rast se vetëvendosja dënë me e pas nismën pjesë të përbashkët në këtë rast për të krijuar institucionet, një ndër kërkesat e para është që Dimal Basha të kërkoj falje dhe bashkë me kërkim falje t'jap dorëheqje. Falenderoj shumë. Ai nuk është i denjë për të qenë kryetari i kuvendit dhe historia e tij e dëmton imazhin dhe të kaluarën e të tashmen e Kosovës dhe ka lënduar të gjitha ato funksionimet që kanë ndihmuar dikur Kosovën dhe sot jemi kështu, duke filluar nga diaspora, njerëzit atje që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë, nga mësimdhënësit të cilët të gjithë e dim që në kohët më të vështira kanë mbajtur gjallë arsimin dhe arsimimin shqip në Kosovë dhe ka njollosur e ka fyer këtë do tjetër ju në atë bashkëautorësi që ka dhe ne konsiderojmë që e vetmja rrugë që vetëvendosja të ketë një mundësi bashkëpunimi me nismën është që Dimal Basha të jep dorëheqje. Zona Krasniqi, të falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë në Infonata. Faleminderit edhe juve, faleminderit shumë.